Një vit më parë, në korrik 2025, postova videon e parë në Shqipify. Titulli i videos ishte Speak Albanian like a native. Sigurisht, shikimet në ditët e para ishin shumë të pakta. Megjithatë, unë kisha vendosur që të postoja shumë video. E dija që me kalimin e kohës, shikimet do të rriteshin. Dhe kështu doli. Sot, një vit më vonë, kemi një komunitet me më shumë se 1930 abonues dhe që vazhdon të rritet çdo ditë. Jam shumë krenar për atë që kemi arritur në një vit. 216 video të postuara, qindra komente me pyetje dhe përgjigje rreth gjuhës shqipe. Shumë prej jush kanë vendosur edhe të mësojnë privatisht me mua. Është një nder i madh për mua që të ndihmoj kaq shumë njerëz të mësojnë gjuhën time të bukur. Gjithmonë më ka pëlqyer gjuha shqipe. Ka shumë logjik dhe veçanti në fjalët e saj. Shumë fjalë janë, si të thuash, të prekshme. Është pak e vështirë, sigurisht, por vetëm sepse është një gjuhë e veçantë. Sa po ta njohësh pak, fillon që ta kuptosh dhe të shohësh lidhjen midis fjalëve. Atëherë të vjen një ndjenjë e veçantë. Atëherë nuk do që ta harrosh më kurrë këtë gjuhë kaq të bukur. Kanali është rritur shumë. Para një muaji kemi prezantuar video të veçanta për antarët e kanalit. Më të rëndësishmet ndërto janë kapitujt e librave të lexuar në shqip dhe me ilustrim të tekstit në shqip dhe anglisht, si dhe podcasti Slow Albanian. Disa episode të podcastit janë falas, por shumica e episodeve janë vetëm për antar. Të qenurit një antar i kanalit më ndihmon edhe mua financiarisht për t'i dedikuar më shumë kohë kanalit dhe për të vazhduar prodhimin e videove. Prandaj ju lutem, konsiderojeni edhe të bëheni antar i kanalit. Për më tepër, këtë muaj kemi hapur edhe faqen shqipify.com, ku mund të gjeni flashcards të gjitha niveleve, nga A1 deri në C2. Për momentin, vetëm disa pako janë gati, por shumë shpejt do të kemi më shumë se 20 pako të ndryshme gati deri në nivelin C2. Atje mund të gjeni gjithashtu një test niveli, i cili do t'ju jap një ide se në çfarë niveli është shqipja juaj. Gjëra të tjera që mund të gjeni në shqipify.com janë artikuj të ndryshëm mbi gjuhën shqipe, tabelë rezultatesh për të parë progresin tuaj, si dhe një telefonat 15 minutëshe falas me mua, ku unë ju shpjegoj metodat e mia të mësimdhënies nëse interesoheni për mësime private me mua. Pra, shikoni sa shumë gjëra kemi arritur në vetëm një vit. Imagjinoni edhe një vit tjetër. Jam i sigurt që do të arrim shumë gjëra të tjera të mëdha. Por asnjë prej këtyre nuk do të kishte qenë e mundur pa ju, kështu që faleminderit nga zemra. Jam shumë i lumtur që Shqipify po ndihmon kaq shumë njerëz që të mësojnë shqip. Si ju ka ndihmuar juve Shqipify? Cili format i videove ka qenë më ndihmues për ju? Shkruajeni në komente. Shkrimi në komente është një mënyrë e mirë për të praktikuar shqipen tuaj. Faleminderit që më ndoqët edhe në këtë video. Faleminderit për një vit të mrekullueshëm. Gëzuar ditëlindjen Shqipify edhe 100 të tjera.